isha shumë e re, sa kisha mbyllur ciklin se nuk kisha filluar mësuese në fillim, mbarova fakultetin dhe punova në shtëpinë botuese. 8 nëntori dhe ati kam punuar me Robert Çvarci, me Yusuf Vrionin, me Mira Meksin, me Montupen, me icon e intelektualizmit shqiptar. Dhe kur shkova për të bërë zysh, studentët nxënësit ishin të rinj, se do të thënë nuk isha shumë diferencë të madhe, me të isha atëherë kam qenë 27 vjeçe dhe ata ishin 17 vjeç, pra një 10 vjeçar, po që nuk është se kërcet shumë. Tani e kuptoja që ata nuk kishin durim dhe si t'ja u bëja që t'ju kapja thelbin e lëndës e letërsisë. Për shembull ishte një nga orët më të bukura ka qenë një love story. Si ta bëja orën letrare? Më kujtohet atëre mora dhe Bert Çvarcin se doja t'ja bëja dhe aty surprizë. Që Malstafa kishim një sallë të madhe dhe kështu siç është këtu tani e kisha mbuluar me perde të zezë. Kisha vendosur tek në 93-shin, nuk flasim për tani për tabela smart e tjerë. Kisha vendosur sfondin e muzikës Love Story që po ta gjente çuni tani do na shkonte shumë mirë. Dhe mbasi kisha vendosur sfondin e muzikës atje, kisha zgjedhur 2 nxënës që janë të përsosur. Njëra sot është Ela Tollkuçi që unë kam xhan që është zëvendësdekane, punojmë bashkë, se kjo është e bukur e jetës dhe mbaroi për psikologji dhe një djalë tjetër që ishte një haramçi dhe kur më ka takuar Genti mbas shumë viteve ishte pikërisht në kohën kur ne ishim tamam pra Krishtlindjesh. Dhe më përqafon kisha ardhur nga Italia, është për një nga inxhinierët më të rëndësishëm aty, sa herë që delti zysha i them vajzave. Kjo është zysha ime që më ka mësuar mua sa herë që delti në televizor. Dhe muzika në sfond dhe këta që recitonin atë pjesën, ata jap dorën time, betimin që bënin 2 personazhet kryesore në momentin kur Pati do jepte kur ishte smur dhe ishte fundi i saj dhe nxënësit ishin këtu, i bëja 2 orë, jo 1 orë, se nuk dilte për 1 orë, dhe kur dilnin nga ora e mësimit, unë nuk kisha nevojë t'ju thoja lexojeni librin. Ata librin e kishin lexuar, ata raportin e kishin shijuar, por një herë më ndodhi që pikërisht këtij djali që unë besoja shumë, ai nuk më përgjigj dhe unë u mërzita shumë të e thira. I thash, ndoshta edhe nuk e fyeva, po e ngacmoj, u bëra pak sa e ashpër. Dhe ai që s'ma fali dhe erdhi më tha, po pse ma bëre këtë? I thash, po unë mendova që ti do bëje gjën më të përsosur. Po unë nuk mund ta bëja tha atë ditë, sepse sapo më kishte lënë e dashura. Dhe atëherë unë kuptova një mësim që më dha ai nxënësi im, që mësuesi duhet të jetë shumë hapa përpara nxënësit dhe pedagogu po ashtu. Dhe nuk duhet ta vëri kur në ngasje apo në vështirësi kur lexon që diçka që ai nuk hecën. Se ndoshta një ditë s'është ndjer mirë, ndoshta është ndar nga i dashuri apo i dashura dhe se ka mendjen aty. Ndoshta ka një hall familjar dhe halli është shumë i madh se sa situata. Ndoshta mund të ndodhi që ka përdorur narkotik dhe duhet të heqë dorë nga kjo gjë, se kam pasur dhe historira të kësaj natyre. Ndoshta duhet shpëtuar dhe ka nevojë që t'i hapesh, por nuk di se kujt t'i hapesh. Pra, është profesioni që më kuptoi që nëse ti do ngacmosh nëpërmjet një fabule, atëherë ti ke arritur të realizosh procesin në mënyrë perfekte. Dhe unë për këtë jam shumë falenderuese se sot e kësaj dite të gjithë më thrasin zyshnora se mbajnë mend orët e mësimit dhe thonë që ne nuk e harrojmë kur. Dhe për shembull, ja mund të them një shembull, Erisa Spiropali ka qenë nxënësia ime. Ajo lexonte më shumë se kushdo tjetër. Dhe po ja u garantoj që është lexuese përtej punës që bën, përtej politikës që ka, e ka të brëndshme, se u edukua që fëmijë dhe mori bursën atëre kur nuk e merrnin dot të tjerët për arsye të shkallës së inteligjencës, po dhe fatit që ishte keq Malstafa, po dhe faktit që ajo e do leximin pa çka se si përdor dhe çfarë ndodh dhe dikush e pëlqen, dikush nuk e pëlqen, kjo është tjetër gjë. Pra ka të bëj shumë me kë rrugton
në rrugën tënde për t'u formuar. Do doja të qëndronim tek arsimi e gon, sepse ka një deklarat, mund ta thuash. Një deklarat lidhur me vitin 2030, e bërë në një intervistë tjetër nga Zyshnora që ka një frikë. Sa ta gjej unë mund ta thuash ti. Se nuk do të ketë Mësues, po as nxënës, kaq sa kemi sot. Se ky skenar. sa s'dua që të dali kjo. Doja shumë që kjo deklarata ime atë ishte si deklarata e Kasandrës. Po kam frikë që është si deklarata e Kasandrës, që do të thotë nuk besohet tani, po do ndodhi atëherë. Dhe është shumë e dhimbshme kjo gjë. Fakti i popullimit ne kemi parë. Fakti që po na hikin dhe po vrapojnë jashtë Shqipërisë, duket sikur i ka kapur amoku. Amoku ka qenë një nga veprat më të bukura të Zvajkut, që ishte një smundje, gjendje emocionale që të kapte dhe ti vrapoje, derisa jepje frymën tënde të fundit. Fakti që po na hikën pjesa më e mirë e pjesës aktive tregon që nuk është vendi, po ja jemi ne që nuk po i bëjmë, nuk po ngjallim shpresë. Fakti që fëmijët tanë nuk po din ta përdorin bukur gjuhën shqipe, po e mësojnë nga halli, dhe ndërkohë që nuk din si të lexojnë dhe nuk din si të komunikojnë. Por të gjithë prindrit kanë tendencën për të mësuar gjuhët e huaja pa formuar bazën logjike të komunikimit, do ndodhi deformacion kombëtar dhe do vi një moment që nuk do ta zgjidhë dikush mësuesin si profesion misionar. Se mësuesia ndryshe nga çdo profesion tjetër nuk ka lidhje me profesionin, ka lidhje me misionin. E vërtet, un kam zyshat e 9-vjeçares që kanë qenë aty, kanë edukuar breza të tërë dhe ende vijojnë të qëndrojnë aty në atë shkollë. Pra, lidhen shumë emocionalisht me profesionin e tyre, e kthejnë në mision, e kthejnë në qëllimin e jetës. Po me sa duket kjo nuk do të ndodhë më, apo jo? A mos ka ardhur ndoshta fundi i epokës së librit? Në kuptimin që nuk është thjesht faji i mënyrës se si menaxhohet sistemi arsimor në Shqipëri apo i problemeve specifike të Shqipërisë, por është një problem, një prirje botërore e teknologjizimit e inteligjencës artificiale. Pra, ashtu sikurse libri u masivizua me shtypshkronjën e Gutenbergut në vitin 1450, pa ashtu po i vjen edhe fundi i epokës së tij. Pra, ka një lindje, ka një vdekje epoka. Dhe skapse, nëse kjo është e vërtet, skapse ne të kemi kompleksin që ta pranojmë që librit po i vjen fundi. Atëherë ne pse i lexojmë klasikët? Jo se përpara Gutenbergut s'ka pas libra, patjetër që ka pas, po them momentin që është masivizuar libri. Do vazhdoj të ketë libra sigurisht edhe pas kësaj epoke, po unë e di që derisa të jem gjallë nuk do ndodhi. Unë. Ndërkohë e di që kur shkoj ke bota e përtejme, do t'ju shoh atje nga lart dhe do them, do ta rivini juve këtë emision, e do them që në fakt unë isha shumë më larg pamse se sa Argoni që tha që mund të na vi fundi. Një nga librat më të bukur të letërsisë klasike është Robinson Crusoe i Daniel Defoe. Dhe Robinson Crusoe na e paratha situatën aktuale. Për qenien humane mund të haj një herë bukë në ditë. Mund të pi dhe ujë. Më shpesh se sa një herë. Mund edhe të lëvizi në situata të caktuara, por nevojën për të komunikuar e ka domosdoshmëri. Kjo është arsyeja që njerëzit kur vuajnë dënimin, vuajnë pikërisht të gjë, kufizimin e komunikimit dhe të takimit. Sepse qenia njerëzore, t'ju bëj një pyetje? Po. E shifni dot veten tuaj tani? Jo. Kë shifni? Njëri tjetrin. Pra, Perëndia kur na bëri, na i bëri syt për të parë njëri tjetrin. Imagjino, po sikur na kishte bërë që këtu ke balli, të na dilte mendimi pa e thënë nga goja, ç'a do ndodhte? Kaos, lëmsh. Pra,
konflikte. Pra, gjenetika apo Zoti, simbas të gjithë atyre si duan ata t'i besojnë. Ja, unë për shembull këtu do m'dilte që mbylla moj gojen me lërë t'i bëj një pyetje, moj sa shumë që flet moj. Por ndërkohë buzëqesh, e them po, vazhdo. Sepse ty të duhet për hir të emisionit dhe ti nuk mund të bësh dot atë që unë vendos këtu, po ndërkohë do ta japun shansin që të bësh pyetje, se do të ngacmoj unë tani, e kuptova. E kuptova, po nëse me Violën kisha aleancë, me ty kisha aleancë dhe empati, se si mama çuna është jam, është problem i madh ky. Sepse dua që t'ju jap çunave të drejtën e prioritetit, po teksa po ju dëgjoja ju të dyve duke folur, e shikoja Violën që si nuk ka ndryshuar fare, është një gocë akua e sapone dhe dua shumë për këtë që është. Edhe unë e dua shumë. Sepse është, e kam parë shumë të vogël dhe tani është rritur, po është maturuar me elegancë dhe pa prishur atë që quhet pH-i. Pikërisht kjo do jetë. Edhe unë i them dhe ja kam thënë në emision që këtë sezon është bërë edhe më e bukur akoma. Po prandaj dhe më ftoi mua, se ndjeu që ishte e bukur dhe tha Zyshnora ti duhet vish tani, se tani kam nevojë të vish, jo më vonë. Unë mendoj që ne do shkojmë drejt inteligjencës artificiale, por rishtazi, qenia njerëzore nuk ka inteligjencë artificiale që e zëvendëson. Ashtu si dhe librin, ashtu si dhe poezinë, dhe ma mbani mend, do kalojnë ca vite, ndoshta edhe 15 vite, dhe nga viti 50 do të ketë një rilindje të vlerave humane. Rivendosje, njeriu ka nevojë për atë që quhet prekmë, touch-me, folmë, dëgjom, shikom, edhe përqafom. Përqafimi është gjëja më e bukur. Nuk mund të përqafosh dot një send. Një hekur. Nuk mund të përqafosh dot një shtëpi bosh. Ti, prandaj njerëzit, i ke marrë njerëzit kanë filluar të marrin mace dhe qenë? Po. Në egoizmin e tyre, duan të ndjehen të përqafuar. Unë kam një mace, jam egoist. Thuhet që nga antikiteti që macet janë mbajtur si pozitive, ashtu siç kemi dhe në një qenë që quhet koko, po unë kur vjen kokoja ke ne, rrallë, mua më duket sikur kokoja më flet, se më duket si një bur i madh, dhe me sytë e tij unë i them të sjapi nëna për të ngrënë, ai më shef dhe më bën. Dhe unë e kuptoj që njerëzit nuk flasin vetëm me gojë, me kafshët, po flasin me vibrim, sepse qenia njerëzore është e përbërë nga elementi biologjik dhe kimi, se themi kemi kimi, por edhe nga elementi i energjisë që neve japim. Dhe kimia është tërheqja, energjia është rëndesa, apo vrapi, apo gjithçka që ne bëjmë. Dhe prandaj ne i ndajmë njerëzit në njerëz me energji pozitive dhe psikovampir. Që të thithin. Ta vjedhin energjinë. Bravo, ata që janë negativistë dhe dikush janë ata miq që na shfaqen si pseudomiq. Janë ata miq që quhem si gjethet, që në fakt nuk janë të këqin, por që vijnë vetëm një sezon, se ka nevojnë për ne. Pastaj janë ata të tjerët që janë trungjet, që mbajnë peshën tonë, po ndoshta ndonjëri dhe mund të thyet. Dhe problemi është që ti nuk e ke problemin me armikun, në thonjsa, po e ke me mikun sa i të njeh. Dhe pastaj janë rrënjët, që ata nuk të trajtojnë kur, po ata janë pak dhe luma ai që i ka. Dhe është shumë e rëndësishme që në të gjithë mirëritjen tonë ti mësojmë fëmijët raportet njerëzore, raportet sociale, që nuk ka rëndësi sa i pasurje, po ka rëndësi se sa i Zoti je në botën tënde shpirtërore, se shpirti është si puna e kullesës makaronave. Që brenda ndjen edhe të mirën dhe të keqen, se profesor Hamid Beqa thoshte, edhe ëngjëlli, edhe djalli janë brenda të i gjalli. Puna është që ke kjo e mira dhe e keqja, nëse mbizotron e mira, e keqja largohet. Por nëse mbizotron e keqja, e mira është shumë e vështirë, prandaj ndahen njerëzit në hynor. Ata hynorët kanë vetëm energjinë e mirë dhe janë për te njerëzores.
në qenie pozitive, ata që në balancën e tyre midis të mirës dhe të keqes janë gati të falin, po janë gati edhe të japin, dhe të kuptojnë që duke dhënë në fakt ata kanë marrë dhe duke dhënë, dhe ata të këqin që jam zilar, se kam lindur zilar, jo se jam zilar, do thoshte.